Atë ditë, a i tregoj vetën se cili është. Faktoj ato që ju i keni thënë këtu çdo të hënë. Atë ditë, a i mendoj se vendosi një mur, mburoj për vjedhjet e tij. Por atë ditë ai harroi se ftoi një popull të tërë, të ngrihet edhe më fuqishëm për t'i dhënë atë që meriton. Miqtë e mi, ai votoi në parlament me mandatet e krimit dhe u paraqit sikur e mbylli. Çështja është e mbyllur, tha. E mbyll ti, por s'ta mbyllim ne atë çështje. Problemi është se mbyllim ne, jo. Nuk e mbyllim ne hajdut. Ta dish mirë se s'ka forcë në botë të mbroj. Nuk ka ligj në botë që të mbroj ty. Nga aktet që ke kryer. Por e vërteta është, ja u them këtu, se atë nuk e mbyllin as partnertat. Ata e din që shqiptarët ëndrën më të bukur kanë ëndrën europiane. Ata në fakt në 32 vite kanë ndihmuar shqiptarët me miliarda euro. Janë aksioner, taks pagues të tyre janë aksioner në ndryshimin dhe transformimin e Shqipërisë. Dhe tani, që duhej të mbrojej, u tha rrini, s'keni punë me mua. Jo, i than ata, ti s'ke me ne, por ne kemi me ty. Ndaj dhe sot, përcollën mesazhet në të cilën mesazhi i parë ishte se gjersa drejtësia të funksionojë në Shqipëri, ai raport që është jetik për esjen përpara mbetet në klasë dhe vend numëro. Mesazhi i dytë ka kërkesa për të qëndruar në hapësirë. Ai mendon se do diktoj, jo. Në qëndrimet e tyre është i gatshëm që dhe shqiptarët i shoh pa viza dhe njerë. Vetëm të mos shkoj atje ku ka vendin në bangun e akuzës, si hajdut. Por ne s'do lejojmë atë. Ne do ngrihemi. Do ngrihemi si që jemi ngritur dhe do i dëshmojmë Europës dhe botës se nuk është Shqipëria ajo që përfaqëson Edi Rama. Se Edi Rama përfaqëson krimin, përfaqëson hajnin, përfaqëson në rrafshin moral, politik, njeriu më pa moral. Kurse ne jemi qytetarë të ndershëm, jetojmë me djersën tonë. Kemi një vokacion në shpirtin tonë perëndimor dhe këtë vokacion do të punojmë derisa ta shohim veten në Europë. Ndaj dhe sot ajo që i dhan ishte paralajmërimi i parë. Por kjo histori nuk ndalet. Kjo histori ndalet vetëm kur gjerë fitoren tonë. Dhe u them unë ju, ne jemi në rrugën e fitores. Ne jemi në rrugën e fitores. Të dashur miq, i diskredituar në shkallën më ekstreme, ju thash dhe njerë, në mënyrë absolute, atë ditë që votoj në parlament për të blokuar arrestimin e Ballukut, kreu të njëjtin akt sikur dilte lakurisht në këtë balkon para qytetarëve. Identik, tregoj se çfarë malli është dhe kush është. Tani kërkon të shkojë të shetisë dhe të bëj takime me qytetarët. Qytetarë dhe qytetare mos e pranoni.